Shikues të Ora News, mirëmëngjes, do të jemi së bashku edhe ditën e sotme në emisionin Ora Juaj, ashtu sikurse çdo ditë në fakt është Klodi Karaja që ju shoqëron në emisionin Ora Juaj nga prej 3 ditësh, në fakt nga dita e hënë e martë dhe ditën e sotme ku data shënon 31 dhjetor do të jemi së bashku me urimin gëzuar vitin e ri dhe qoftë viti 2026 një vit i mbar. Ne nisim menjëherë me titujt kryesor në webin e Ora News, pa humbur kohë shkojmë në rubrikën Nga vendi. Ekzekutimi i Renis Dobrës, si u gjurmuan autorët. Është ky artikulli i parë, pikërisht në rubrikën Nga vendi në webin e Ora News. Ecim më tej. Video. Lashtë të zënë 12 vjeçaren flasin të afërmit e 70 vjeçarit. Unë s'di gjë, u trondita. Njihet si burr i mirë në fshat. Policia sqaron ngjarjen në Elbasan, 66 vjeçari ra në kontakt me rrymën elektrike. Ecim më tej. Po për të njëjtën ngjarje fotolajm, ky është autori i dyshuar i abuzimit të 12 vjeçares në Pogradec, ishte mik i familjes. Merret vendimi, 4595 punonjës të policisë së burgjeve përfitojnë sigurimin e jetës dhe shëndetit për 3 vite. Ndjem tym dhe aromë të djegur, gjendet i shkrumbruar një person brenda banesës në qytetin e Elbasanit. Mister, për më tepër informacione mund të klikoni mbi këtë artikull dhe më pas të lexoni në brendësitë e tij se si ka vijuar ngjarja dhe për çfarë flet. Flasim po për të njëjtën ngjarje në një tjetër artikull. Skandal në Pogradec, i moshuari abuzonte me të 12 vjeçarja ngelet shtatzan. Lajmi të mërshëm, duhet thënë. Aksident në Korç, niset me urgjencë drejt spitalit një i plagosur. Përfshihet nga flakët dyqani në qytetin e Elbasanit, humb jetën një person. Ecim më tej me të tjerë artikuj që në fakt janë deklarata nga kolegët e Ora News, moderatorja e Epicentër Sonila Musaj. Ora News është familja ime e dytë. Ezani ndërpret lidhjen live si u përball Katerina Ysenllari me një moment të papritur. Redaktori i lajmeve në Ora News Andi Kurti, informacioni i pakt, sfida më e madhe në transmetim. Edhe një tjetër deklaratë që në vjen po nga moderatorja Katerina Ysenllari, zbulon kush nga gazetarët ka karakterin më të vështirë në redaksi. Ndoshta e ka për Isa Myzyren. Mirë, ecim më tej. Po nga deklaratat e kolegëve tanë, momente të veçanta pas kamerave, Katerina Ysenllari tregon sekretet e Ora News. Ndërkohë që tashmë ecim me të tjera zhvillime nga aktualiteti. U akuzua për vrasjen e ish efektivit antidrogës, gjykata e Elbasanit i jep pajësi Donald Hoxhës. Ecim më tej. Pamje, trafiku që nuk mbaron kurrë, aksi Elbasan Librazh në kaos të përhershëm dhe pa zgjidhje. Jetonte i vetëm, gjendet i pajeti moshuari në Korç. Do të rasti i parë për narkotrafikantët shqiptar në Itali. Elvis Demçe vihet në regjimin 41 bis në Rom. Dyshohet se ushtronte aktivitet të paligjshëm në një zonë të Tiranës në nënhetim 28 vjeçarja. Keni dhe parashikimin e motit pikërisht në rubrikën Nga vendi në webin e oranews.tv. Nëse doni të dini se si do të jetë koha dhe temperatura ditën e sotme, por po ashtu nëse keni interes edhe përsa i përket temperaturave në datë 1 janar 2026 që është nesër.
Vëllon 7 milion euro nga call centerat, GKK liron Erion Kasmin dhe Julian Xhafën. Kanosi shtetasin e huaj, arrest në shtëpi për drejtoreshën e antitrafikut, Alma Bime, i dogji shtëpinë dhe në fakt futi në burg edhe ish bashkëjetuesin e saj, drejtorin e IPOS. Sterilizimi GKK lë në burg ish zëvendës ministrin e shëndetësisë, rrëzohet kërkesa e Klodian Rjepajt. Të fituara me veprimtarit kriminale, sekuestrohen pasuritë e të dënuarit nga Franca. Ja kush është emri. Për më tepër informacione, sigurisht që mund të klikoni mbi këtë artikull dhe të lexoni në brendësi të tij. Eci më tej, po në rubrikën nga vendi, protesta e fermerëve grek, policia bllokon pikat e Kapshticës dhe Qafthanës. Shtyhet më 15 janar seanca gjyqësore ndaj të pandehurve të dosjes Plumbi Art. Ecim edhe më tej. Incident, një turr në rrugë 2 grave e pëson 34 vjeçari në Berat. Sulmoi me mjete prerëse punojësin e sigurisë në spitalin e Firit, 44 vjeçari e pëson keq. Si u krijua aleanca mes mafjes shqiptare dhe karteleve të drogës në Meksik. Nis furnizimi me ujë në disa zona të Vlorës, e mbyllin pra me furnizimin me ujë në disa zona të qytetit të Vlorës, ashtu sikurse kemi transmetuar përgjatë këtyre 3 ditëve, ka patur probleme në zona të caktuara në Vlorë përsa i përket furnizimit të ujit për shkak të një dëmtimi të tubit përcjellës të ujit, që tashmë është zëvendësuar dhe me sa duket disa zona, ashtu sikurse është bërë ditur edhe në njoftimin e ujësjellës kanalizimeve, janë furnizuar dhe kanë ujë në rubinetet e shtëpive të tyre. Ecim më tej në rubrikën me politik. Video. Adriatik Lampaj deklaron vitin e ri do e ham në shesh të kryeministria. Mbetet për të parë se ku do të kaloj natën e ndrimit të viteve Adriatik Lampaj. Mbrëmjen e sotme Tabaku deklaron rritje ekonomike në letër, emigracioni masiv në realitet. FBI certifikon hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit. Ambasada deklaron forcim të bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe SPAK. Prokuroria e posaçme e vendosur të luftojë krimin dhe korrupsionin. Ecim më tej, po në rubrikën politik, konferenca e fundvitit për 2025-ën, Berisha deklaron këtë vit shpërthyen në të 4 anët ujërat e zeza të regjimit mafioz. Agazi e ka goditur me grusht, Maja i përgjigjet Berishës, thasha theme pazari. Rama flet për protestat, i kemi ndarë, unë në zyrë dhe ata poshtë penxeres time. Flet për protestën e opozitës, atë protestë të mbajtur të Hanën, që ka nisur prej gati një muaj tashmë. Ecim më tej. Janë përmirësuar kushtet e punës. Rama deklaron tendenca e ikjes së mjekëve dhe infermierëve në rënje. Mirë, do të ndalemi në disa deklarata pikërisht nga kryeministri i vendit Edi Rama në konferencën e fundvitit dhe në analizën që bëri për vitin 2025 dhe pyetjeve që u përgjigj gazetarëve. Rama jep ultimatum brenda vitit të ardhshëm çdo biznes në Shqipëri duhet të ofrojë pagesa elektronike. Po ashtu një tjetër deklarat ka të bëjë me ushtrinë shqiptare. Rama deklaron ushtria shqiptare më e mirë paguara në rajon. Ambicia e jon prodhimi i kapaciteteve ushtarake. Ecim më tej.
Rama nuk po bëjmë avokatin e Ballukut, por SPAK u fut brutalisht në territorin e ekzekutivit. Ka komentuar pra situatën aktuale, po ndodh bilanci për vitin 2025, ajo që unë thash pra, Rama përballë gazetarëve, rritje pagash dhe pensionesh, ekonomia në rritje, shtohen bizneset. Ndahet nga jeta ish zëvendës kryeministri dhe ministri socialist. Gjigjo deklaron kjo qeveri nuk punon për shqiptarët, por vetëm për një grusht klientësh të tij. Ecim edhe pak në rubrikën politik për të parë se çfarë ka më tej. Do ndosi në Maqedoni, Gjokuta i deklaron, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk fal kur cënohet siguria kombëtare e tyre. Nëse i hedhim një sy edhe në anën tjetër, me rëndësi, FBI certifikon hetuesit e Byros Kombëtare të Etikut të hetimit, një artikull që ne e lexuam. Ambasada deklaron forcim të bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe SPAK, prokuroria e posaçme e vendosur të luftojë krimin dhe korrupsionin. Mirë, shkojmë në një tjetër rubrik në këto momente. Të shohim se kush vjen pas rubrikës politik, është rubrika rajon. Të shohim se çfarë ka në rubrikën rajon në webin e oranews.tv. Sonja Biserko deklaron Serbia vazhdon të mohojë krimet e luftës. Ecim më tej, po në rubrikën nga rajoni, lëvizja vetëvendosje do të zvogëlojë ndikimin e listës serbe në institucionet e reja. Zgjedhjet në Kosovë, Hoxha deklaron në një intervistë për Oranews, askush nuk e priste këtë fitore të Albin Kurtit në këto prormasa. Po me zgjedhjet në Kosovë është një tjetër artikull, numërohen votat në Kosovë, pse dështuan të Vegjlit. Berisha, po analisti pra, deklaron se Kurti mbetet rrezik për integritetin territorial. Dita e veteranit të UÇK-s, homazhe në Prekaz, Gucati deklaron veteranët kërkojnë respekt institucional. Ecim më tej. Fotolajm. Garnaçi nuk është ai që mesazhi që qytetari la në fletën e votimit për Albin Kurtin. Kemi po këtë artikull në rubrikën nga rajoni, ecim më tej, numërohen 100% e votave të rregullta në Kosovë. Zëreja ul çmimin e energjisë për ngrohje në Kosovë. Ndërkohë që një tjetër lajm që na vinte pikërisht nga Zëreja kishte të bënte me thirrjen që i bënte pikërisht qytetarëve në mënyrë që të kursenin energji elektrike. Bashkimi Evropian, normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbia e vetmja mënyrë që palët të përparojnë në rrugën evropiane. Albin Kurti deklaron se ardhmja e Kosovës është orientuar drejt Bashkimit Evropian. Le të shohim se çfarë ka të tjerë artikuj në webin e Oranews në rubrikën rajon. Kemi një deklaratë që na vjen nga Mitsotakis, fermerët humbasin legjitimitetin nëse refuzojnë dialogun. Një deklaratë që vjen pikërisht për protestën e fermerëve, e cila ka nisur prej një muaji me bllokim rrugësh dhe nxjerrjen e traktorëve pra në rrugët e Greqisë. Edhe një tjetër artikull që ka të bëjë po për protestën në Greqi, qeveria sinjalizon shpërsim qëndrimi ndaj protestave të fermerëve. Mirë, ishin këto disa prej artikujve kryesor, edhe në rubrikën rajon, ecim me të tjera zhvillime dhe me një tjetër rubrik në këtë momente.
Në rubrikën nga bota do të flasim për zhvillimet ndërkombëtare në këtë moment. Le të lexojmë edhe titujt kryesor që kanë në webin e oranews.tv. Si në filma, grabitje masive në Gjermani, hapen mbi 3.000 kasaforta, 3 milion euro dhe arë. Eci mëtej, Kina arrit tensionet, lëshon raketa drejt Tajvanit dhe rrethon ishullin me luftania. Jemi pra me titujt që na bin nga zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbron të drejtën e Izraelit për të njohur Somalilandin si shtet të pavarur. Shoferët në Itali do të paguajnë më shumë për të përdorur autostradat, rritet tarifa nga data 1 janare 2026. Një lajm për të gjithë drejtuesit e automobilëve në Itali, ku përfshihen edhe emigratët shqiptar të cilët jetojnë në Itali. Italia jep dritën jeshile për prodhimin e verës pa alkool. Shtetet e Bashkuara të Amerikës premton $2 miliardë për programe humanitare të OKB-s. Merz von der Leyen deklarojnë Bashkimi Evropian dhe Kanadaja shtojnë përpjekjet për paqen në Ukrainë. Eci mëtej, po me zhvillimet ndërkombëtare dhe me titujt kryesor. Bëjnë kontrata prej $8.58 miliardë me Izraelin për avion F-15. Siri, l'atakja në shtetërrëthim pas protestave vdekjeprurse. Tensionet Yemen në Arabi Saudite, Riyadh i kërkon largimin e forcave të Emirateve nga Jemeni. Ecim edhe pak me disa tituj të tjerë në rubrikën nga bota. Peshkaqenët e bardhë drejt zhdukjes. Gjyëtia ilegale dhe mungesa e kontrollit të rrezikojnë specien në mesdhe. Mesazhi Guterres, paqja mbi luftën, shefi i OKB-s thirrje botës të ndryshojnë prioritetet njerëzore. Një mesazh për fund vit që e ka dhënë pikërisht që t'i kushtohet më shumë vëmendje paqes dhe jo luftrave në botë. Turqia nuk ndalet. Arrestohen mbi 350 të dyshuar për terrorizëm të ISIS. Gjermani rreth 30 milion euro të vjedhura në një grabitje historike bankare. Everest mbytet nga mbetjet. Nepali vendos tarifë të re për pastrimin e malit më të lartë në botë. Ish presidenti rus Medvedev kërcënon Zelenski, pra presidentin e Ukrainës. Mirësim edhe pak me të tjerë artikuj të shohim se çfarë ka më në brendësi të rubrikës Rajon. Trump deklaron Hamas duhet të çarmatoset shpejt ose do të ketë pasoja të rënda. Vjen dëshmia e heroit të Bondi Beach, ku mbeten të vrarë 15 persona si pasojë e një sulmi terrorist. Trump i kërkon Netanyahu të ndryshojë politikën e tij ndaj bregut perëndimor. Një tjetër artikull, Rusia intensifikon sulmet ndaj Ukrainës. Ndërkohë që CIA sulmon me dron kartelet e drogës në Venezuelë. Një lajm dhe një deklarat e ardhur edhe nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka vërtetuar se janë sulmuar kartelet e drogës në Venezuelë, ashtu sikurse ka bërë të ditur ditën e djeshme. Eci mëtej.
Zbulohen parcela marijuane me 709 bim në një banes, pra ngoset shqiptari në Spanjë. Mirë, ishin këto prej disa titujve kryesor në rubrikën nga bota, ecim mëtej në ekonomi. Qeveria rrit kapitalin e entit kombëtar të operimit rrugor me 50 milion lekë. Është ky artikulli i parë në rubrikën ekonomi. Ecim mëtej. Vendimi miratohet kompensimi i të ardhurave mujor të pensionistëve. Për të gjithë ata që kanë interes, më pak lakër e patate, si familjet shqiptare presin vitin e ri në luftë me mbijetesën. Flasim për prodhime dhe për çmime, dhe për pamundësinë e blerjes nga shumë qytetarë shqiptar. Mbështetje financiare për 15.000 lekësh për disa kategori të veçanta, ose 150. Ecim mëtej. Vendimi garantuan rendin gjatë sezonit turistik, punonjësit e policisë shpërblehen me 30.000 lekë. Një 1.600 punonjës të OSHS në terren për furnizim të pandërprer me energji për gjatë festave të fundvitit. Kreditimi i ekonomisë u rrit me 12.8% në 11 mujorin e vitit 2025. Travel and Tour World i ka kushtuar një artikull vendit tonë, ku deklaron se Korça, destinacioni dimror, ma gjeps turistët e huaj dhe me atmosferën festive. Në fakt, shumë artikuj bën Travel and Tour World përsa i përket turizmit në Shqipëri. Stoku i depozitave bankare 1.45 trilion lek në fund të nëntorit. Auditimi për kaskadën e Drienit, kesh me fatura të flyera konsulence, shkelje procedurash dhe rimbursim të TVSH-s me dëm 13.2 milion euro. Të shohim se çfarë ka mëtej. Të ardhurat e APSK-s nga qeradhënia rritet me afër 39% në 11 muajt e vitit të 2025. Sopoti, fshati i Tropojës që jeton mes heshtjes dhe vetmis. Fondet publike për kërkimet shkencore vetëm 0.3% e prodhimit të brendshëm bruto nuk shkojnë aty ku duhet. Mirë, kemi mbaruar edhe me rubrikën ekonomi, të shohim. Shkojmë një herë në rubrikën kultur. Emrat, qeveria miraton dhënien e pensioneve speciale për artistë dhe sportistë të njohur. Një lajm i mirë për të gjithë artistët dhe sportistët. Videoterapia e artit nxit emocione tek fëmijët. Dorëzohet fjalori i madh i gjuhës shqipe në 2026-ën. Vepra do të jetë online. Mirë, kemi një tjetër deklaratë që na vjen pikërisht nga eksperti i IT-s Herion Demiri në një intervistë për gazetaren Katerina Hysen-Llari, inteligjenca artificiale, mike apo armike? Demiri je përgjigje.
Deri para 3 vitesh, inteligjenca artificiale nuk përdorej, tani duhet të kemi kujdes nga lexoni më shumë duke klikuar këtë artikull. Vengjushmiu, mjeshtër i peizazhit shqiptar. Në vitin 1998, amerikanët u përpoqën të parashikonin vitin 2025, por çfarë menduan ata? Duhet lexuar në brendësi ky artikull se çfarë kanë menduar për të gjithë ata që kanë interes. Tirana mendon për Preshevën, Shoqata Tirana, angazhohemi për të drejtat e shqiptarëve në Serbi. Mirë, ishin këto disa prej artikujve kryesor në webin e Ora News. Të shohim se çfarë ka në sporti, sepse jemi në sekondat e fundit për sa i përket hapësirës publicitare. Len Sherri sërish pjesë e serisë A. Kaleri e rikthehet nga huazimi. Video Cristiano Ronaldo shpik edhe një gol me shpinë. Mirë, ishin këto pra, disa prej artikujve kryesor në webin Ora News, nga rubrika nga vendi, politika, ekonomia, nga zhvillimet ndërkombëtare, por edhe nga zhvillimet e rajonit. Ne në këto momente do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Ora Juaj me telefonatat tuaja. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Ora Juaj pas hapësirës publicitare. Jemi gati tashmë që të mirëpresim telefonatat tuaja në dy numrat e telefonit që do shfaqen në ekran, në 068 560 54 639 dhe 068 99 00008. Janë këto dy numrat e shfaqur në ekranin tuaj, ku ju mund të telefononi për gjërat që ju duani ti thoni në këtë emision, pra në emisionin Ora Juaj, ashtu si kurse bëni çdo ditë. Pse jo? Edhe një urim, duke qenë se është data 31 dhjetor, një urim për të afërmit tuaj, një urim për të gjithë shqiptarët dhe për këdo që ja u do zemra. Një urim pra për vitin e ri, qoftë viti 2026, ju urojmë edhe ne një vit i mbar. Mirëpresim telefonatën e parë, mos harroni edhe Instagramin e Klodi Karajt. Mirëmëngjesi. Presim telefonatën e parë, mos harroni edhe Instagramin e Klodi Karajt. Ju lutem ule pak zërin e televizorit, sepse nuk arrim do të komunikojmë. Ule zërin e televizorit, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes, ule zërin e televizorit. Përshëndetje. Përshëndetje, po ule pak zërin e televizorit. Po flasim bashkë për të moment me gazetaren? Me gazetaren po flisnim, po uleni zërin e televizorit. Po, një sekundë, më fal. Zërin e televizorit. Po, më tra. Atere, mirëmëngjesi, viti mbar, gëzuar e përshëndetje. Mirëmëngjes edhe nga ne gëzuar vit të mbar. Unë dua të pyes për kempet, që për bonusin e kempeve. Po. Kanë filluar se neve këta këtu në Gëlsyr nuk na japin asnjë drejtim, asnjë gjë. Çfarë ju kanë thënë? A nuk kanë ardhur, nuk janë shpërndar, si? Jo, nuk janë shpërndar, nuk kanë ardhur, po presim konfirmimin, thonë. E qartë. Mund të më japësh një shpjegim, ju lutem, se edhe vjet nuk na i dhanë, dhe si vjet, po të njëjtat na bëjnë këtu neve. Nuk ja u dhanë përpara vitit të ri, apo nuk ja u dhanë fare vjet? Jo, nuk na dhanë fare vjet, motra ime. Dëgjoj, është miratuar në mos gaboj më datë 22 dhjetor, pra është dhënë vendimi. Tani, nuk e di nëse ka filluar shpërndarja apo jo, pra u bë pak me vonesë. Po? Miratimi për këtë kategori, kështu që nga data 22 dhjetor deri në 31 nuk e di të them tani nëse ka filluar shpërndarja, por di që është dhënë miratimi për invalidët që të marrin edhe ata shpërblimin. Po, do me thënë, edhe sot, po së ndanë dhe sot, pas vitit ri, i bje, ndaj pas vitit ri, sepse ka qelluar pak ditë festash. Pra ishin Krishtlindjet 22, 23, 24, 25, pushimet që marrin institucionet e tjera, kështu që nëse nuk janë shpërndar deri dje, deri sot, sepse besoj që sot... Po presim edhe sot, pra, besoj që sot deri nga dreka punojnë, kështu që
nëse punojnë. Kështu që për të dhënur do na japin. Kështu u dha miratimi. Po, miratimi u dha se Edi Rama shqyr zotit na tha tu përfsha. Shqyr. Gjithsesi, gëzuar e për sot jetë, falenderoj gjithë të mirat. Gëzuar edhe unë, gëzuar vitën mbar. Faleminderit gjithë të mirat. Mirë presim një tjetër telefonat. Në 2 numrat e telefonit, 68 është tjetër emision. 60 54 639 dhe në 068 99 0008. Gjithsesi, nëse doni diçka tjetër që nuk duhet bërë publike dhe që doni që Klodi Karaj t'ju zgjidh, t'ju ndihmoj, t'ju orientoj, mund të kontaktoni edhe në Instagramin e tij. Ashtu sikur se e shikoni në ekranin e Ora News. Mirë presim telefonatën e radhës. Të shohim nëse do të jetë një zotëri apo një zonjë, telefonuesi apo telefonuesja e radhës në emisionin Ora Juaj. Data shënon 31 dhjetor, sigurisht që ka gjithsecili edhe prej tyre punët e veta, punët që në këtë ditë në fakt janë të shoqëruara me tryezën e vitit të ri, blerjet e fundit, dhuratat e fundit, për ata që bëjnë dhurata. Bien telefonatat, s'ka gjë, jemi këtu na, jemi në pritje, i presim. Mirëmëngjesi. Gjesi. Po? Ora News doja pak lutem. Ajo jemi në Ora News dhe Ora Juaj. Doja të pyesja për Agim Kavajën e djeshmja të lutem. Po. Do ma kujtosh edhe një herë të lutem? Po. Për pension. Puna e pensionit që ja ka ndonjë një vit, edhe nuk e di pse ja kishin hequr një invaliditet që është i smur. Po ju sqarova, në mos gaboj. Po. Ju sqarova që duhet të pyesni tek zyra. Pra, dhe nëse ju thonë që është procedurë e tjerë, ju duhet të bëni aplikimin nga e para për të marrë kempin, apo jo? Po, pra, po nuk e di, kur i jepet për një vit, unë e di që ajo nuk ka mundësi të hiqet. Jam dakord, por ndoshta kanë bërë rishikime dhe varet çfarë kanë vërejtur që e kanë hequr. Kështu që ju duhet të pyesni mirë atje dhe më pas të bëni edhe një herë riaplikimin nga e para për ta përfituar kempin. Po, prapa ai është edhe i smur, ka vajtur për një rikontroll në Francë. Dëgjoj, do ta lëm kështu. Unë e kam mbajtur shënim, Agim Kavaja. Po. Që është në rrugën në zonën e Bajrancuri, po. Po, Bajrancuri, po. Kështu që mbetet për nga data 5 tashmë, që ne të mund të bëjmë ndonjë telefonat dhe të pyesim, sepse ndryshe nuk kemi se si ta marrim vesh për personin konkret. Më kuptoni? Po. Nuk mundemi do të sot edhe në nesër pas nesër që është data 1-2 dhjetor, zyrat janë pushim, kështu që mbetet nga data 5. Faleminderit. Ju uroj ditë mbar. Faleminderit dhe gëzuar. Ditë mbar, gëzuar. Qoftë 2026 një vit sa i më i mbar për ju. Mirë presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Po. Desha të bëj një pyetje, zoti. Po, zonë.
Tani është thonë Po. që nga ana e kryeministit, nga ana e qeverisë, që kush ka makina, pensionistët, më thonë, nuk do paguajnë taksa. Edhe unë sqarova dje. Jo, ka se unë tjetër, jo mu përnes se dëgjova dje në telefon, jo të morë sot. Okej. Atëherë. Tani, jo më larkë se, jo dje, po pa dje, Po. jo pagu 323 me lek taksat makinës, jem me pensionist, ka 10 vjetë, jem 77 vjetë, këmë pagu taksat bi, jo më larkë. I paguat ju, i paguat ju. Po, më gjenë që më kërkim, po si kujtohet. Po. Tani, ju këti nga anë gazetarëve që i folë shtumë, edhe kryeministi i qeveria ka më letu këtë punë. Që nuk zbatohet tani? Je ku më paguaj partije, jo më larkë. A nëse nuk besoni, u bi takë makinës, u bi këtë letët e ato kopore që këmë djerë paret, që si bëhet kjo? Jo, ne nuk është se s'ju besojmë, ne ju besojmë, por që ndoshta është një vendim që nuk ka hyrë ende në fuqi dhe hyrë në 2026, nuk di të them për këtë pjesë. Nuk ka jela fuqi, për kjo unë ka di so thonë, nuk o thonë tani. E di, është thonë diku nga në mos gaboj korriku apo qershori. Kështu që nuk di si t'ju sqaroj për pjesën e taksave, por di që është folur nga ana e qeverisë. Nëse ka qenë një deklaratë apo nëse ka qenë një vendim, këtë nuk di ta ndaj në këtë moment. Po ne kena gjuhë në lajme, kemi gjuhë. E di që e keni dëgjuar. Prandaj po ju them, por jam duke bërë një kërkim nëse është një vendim që ka hyrë në fuqi apo jo, por që nuk po arri dot ta gjej. Mirë, hajde. Ju uroj gëzuar. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi, nuk e di nëse kemi një tjetër telefonat apo jo. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ranjus? Po, Ranjus. Jam një invalid, paguam nga bashkia për qenë social, marrim bonus? Janë disa kategoritë invalidëve të cilët marrin bonus, ashtu sikurse e thash, është miratuar para një jave nga ana e qeverisë. Kështu që nuk e di nëse ka filluar shpërndarja apo jo. Po shoqërues marrin? Po, edhe ato ishin të përfshirë. Një pjesë e mirë e tyre. Rrovë gëzuar, faleminderit. Ju uroj gëzuar. Vitë mbar edhe ju. Mirëmëngjesi. Po. Mirëmëngjes. Dhe jemi ka unë lisi një mëri dhe këtimur problemet e asketës e ke... Nuk arri do t'ju dëgjoj, zotri, kështu që duhet të ulni pak zërin e televizorit. Telefonit, televizorit. Po? Më thoni. Nuk kemi mos problemin e kebit invalid. Nuk e keni marrë. Nuk e keni marrë. Jo, nuk kemi mos, këmë të në bargjesa, nuk ka lek. Nëse keni marrë këtë përgjigje, nuk e di se çfarë përgjigje duhet ju them unë. Nëse ju keni marrë këtë përgjigje, nuk e di se çfarë përgjigje duhet t'ju them unë, nëse keni marrë këtë përgjigje nga institucionet. Edhe oma ka thonë që dhe ishtë ndrime morë në hangërzelin në skipë për e di se çfarë ka deklaruar dhe e di se çfarë ka ndodhur, por në momentin që zyrat përkatëse apo institucionet ende nuk i kanë
ato fonde në mënyrë që t'ja u shpërndajnë invalidëve? Qësh mirë. Ndoshta ende nuk është bërë shpërndarja për shkak të festave. Shpresojmë që të merrni në fillim të 2026-s, ju uroj gëzuar. Nuk e dëgjova se çfarë tha në fund zotëria, por gjithsesi edhe ju nuk e morët vesh besoj, kështu që rëndësi ka që ai na ketë dëgjuar. Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit. Lutem, uleni pak zërin e televizorit. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Jam një pensionist. Po. Do të them një shprehje të vogël. Ato u marrë edhe 5.000 lekë. Sikur të mandajmë atyre deputetët në 1 lekë se gjuna. Po, ashtu e mendoj edhe unë. Gjuna. Keni filluar ju t'i bëni mbledhjet. Gjuna të bëjmë neri. Po jo më e nisim nga ministrat ndoshta. Ka që kiqa unë për të thënë, të fala me një deputetëve. Ju falenderoj shumë, ju uroj gëzuar, vitë mbar. Mirë, unë në këto momente dua të ndalem tek një sugjerim të mençur, nëse do ta quaja kështu, që dua t'ja u sugjeroj, ashtu sikurse ne na i sugjeron Sigal Unica Invest, fondi i pensioneve, ku ne besojmë, shpresojmë që të besoni edhe ju, se çdo vendim i vogël që ju merrni për ndërtimin e jetës suaj, duke kursyer 10, 20 apo edhe 100 euro, është një dhuratë që ju ja bëni vetes dhe ne në fakt ja bëjmë vetes tonë. Një premtim që nesër do jemi më mirë dhe do jemi më një të ardhme më të qetë dhe ajo që ne duam realisht. Pse jo? Viti 2026 të jetë viti që ne të kujdesemi më shumë për veten tonë. Ne, kur them ne të stafit, por po ashtu edhe ju që na ndiqni nga ekrani. Mos harroni në Sigal Unica Invest, fondi i pensioneve, ashtu sikurse shikoni edhe në numrin e telefonit që është faqur në ekranin tuaj. Fondi Sigal, mund të telefononi nëse keni paqartësi. Mirë. Ishte kjo në fakt një njoftim apo një sugjerim që do doja t'ju jepja për të mirëpritur tashmë telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Gjithë vitin kemi bërë sugjerime, partia e Anestesa do bëjmë vetëmburime për vitin e ri. Mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjes. Unë në fakt ju dëgjova nga gjysma. Po, tash ti ta filloj nga fillimi. Gjithë vitin kemi bërë, jo partia kështu, jo Dirama, jo edhe sot do bëjmë vetëm për vitin e ri urime. Po, pra, ja, më në fund një telefonat, mos i kushtoni vëmendje. Kujt nuk e meriton. Ndaj përqendroheni vëmendjen aty në familjen tuaj, në njerëzit që ju duan realisht dhe që mundohen të gjejnë kohë, mundohen t'ju japin dashuri. Kështu që lërini politikanët, lërini qeverin. Ju falenderoj shumë për këtë telefonat, ju uroj gëzuar, vit të mbar. Këtë jetë dhe shëndet, marrë Zoti, familjen time, bashkëshortin, edhe veten time do ta uroj. Po patjetër, të urojmë edhe ne. Vëllezërit edhe motrat e mia, nipër edhe mbesa dhe familjen e bashkëshortit, vëllezërit dhe motrën e bashkëshortit dhe nipër dhe mbesa të tij. Ja, sa bukur që është kur dëgjon nga një zonjë. Atje në Pukë është pak ftohtë. Ne kam bërë nga Puka dhe uroj gjithë mirat atyre ta kalojnë sa më lehtë ftohtin. Si e kaloni natën e ndrimit të viteve? Keni bërë këtë urim kaq të madh, domethënë që uroni familjen e bashkëshortit, niprit, mbesat e tij, e të gjithë familjen e bashkëshortit, të rrallë dëgjohet, që është e vërteta. Kështu që t'ju pyes pak, e keni bërë baklavan? Jo, unë bëra kadaif, se kështu donte bashkëshorti dhe djali. Kadaif, kam bërë jo baklavan, me sa drejt. Po shumë mirë. Ta hani gëzuar. Faleminderit të radhës. Dhe me hangë gëzuar gjithë shqiptarët ku janë në përbote, në për Shqipëri, edhe ju familjarisht, edhe të uroj ty personalisht e një vajzë të shkëlqyer. Të falenderoj shumë. Falenderit. Gëzuar për shumë vjet. Vit të mbar edhe unë ju uroj nga zemra. Ju uroj gëzuar shoh 2026, ai vit që t'ju plotësohen të gjitha ato që
ju ndoshta keni pritur deri në këtë moment dhe çka ju do zemra. Faleminderit edhe një herë, një telefonat mjaft pozitive që realisht më pëlqeu shumë. Ishte një dorë nga politika. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Mirëmëngjes. Gëzuar vitin e një herë. Vitin mbar inshallah. Gëzuar vitin mbar. Unë jam i telefonues nga Kryja, pensionist. Po? A ka mundësi të bëj urim? Ta bëni patjetër, është dita e urimeve sot, 31 dhjetori. Ti them Belindës edhe Edvin Drogës. Po jo, më pse me ato? Sa nima. Po bëni më një urim për familjen tuaj. Ore, urim për familjen po bëjmë, po ti them sa nima herë Belindës dhe Edvin Drogës. Pastaj urojmë gjithë shqiptarët dhe familjarët, gëzuar inshallah i vitin mbar. Faleminderit, gëzuar vitin mbar. Edhe juve. Gëzuar vitin mbar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit dhe flisni nëpërmjet telefonit. Telefonata tjetër, sepse ajo që ishte ra linja. Mirëmëngjes. Alo? Po? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një invalid, po nuk kanë dalë shpërblimet. Kur mund? Nuk e di edhe unë pse u vënuan kaq shumë këto shpërblimet për të miratuar dhe më pas të shpërndahen, por që realisht është miratuar shpërblimi për invalidët, por nuk di t'ju them nëse ka filluar shpërndarja apo jo. Jo, di, ishëm, po nuk kishin dalë, apo mund dalin sot. Inshallah po dalin sot. Se Ramram, ose po, më falë edhe tjetër, këtu në stacionin tu i thot, i vedhim tjetër për mjanare mrapa 50.000 lekë shtesë për invalidët dhe ndihmën ekonomike. Këtë nuk di t'ja u them, e lexova pak në titull, që është e vërteta, por që nuk jam në brendësi të atij lajmi. Jo, nga që fillon me një në arfa, të stacioni Oraner, si edhe të shkruve, tu e lexohen. Po. Kështu që nuk di t'ju them për atë 50.000 lekëshe, që është njoftuar, gjithsesi mbetet tashmë nga e hëna për t'ju sqaruar dhe se çfarë është bërë me shpërndarjen apo jo me shpërblimin e fundvitit. Unë shpresoj shumë që të shpërndahet ditën e sotme deri në mesditë. Nëse nuk keni arritur të ju uroj gëzuar. Për shumë vjet, gëzuar. Vit të mbar. Si? Edhe një telefonat dhe pastaj shkojmë në reklama. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zonjë. Jam një zonjë penaldora, desha të bëj edhe unë një përshëndetje për vitin e ri. Besoj që ju ka ardhur ujë? Jo, s'na ka ardhur, na vjen një çik, po s'na ka ardhur ta më mas të lajm syt. Nuk ka veten bolje. Po sepse njoftimi i ujësjellës kanalizimeve ditën e djeshme ishte që është të shpërndar ujë në disa zona ku kishte mungesë të furnizimit me ujë. E ka thënë ata, e thonë, po e prun një çik mbrëm, na mori si një 10 kg ujë, ka rrë sot në mëngjes, ka marrë 50 kg ujë, ne pompë s'kemi që ta çojmë lë, edhe është me vetë vajtje e këshuaj. Pra keni arritur të lani duart. Ashtë duart që të zëma fixhani pim kafen. O zot. Mirë, shpresojmë që 2026 ja të gjej me ujë në robinetat tuaja, ndoshta është urim. Ja, desha të përshëndesja një për vitin e ri, se do am vitin e ri pa lasha, qafët pa lar për vete. Ç'ti u themi? Edhe du përshëndesja, kam fëmijët larg në Itali, përshëndesja motra dhe vllai. Përshëndesja dhe burrin këtu që kam pranë edhe veten time edhe gjithë dashurit. Sa më pëlqeu, përshëndes burrin që kam pranë edhe veten time. Po atë kam, se me atë kam ngelu tani, fëmijët janë për vete, janë martuar, kanë ikur. Të lumtur qofshi. Faleminderit, përshëndes edhe juve si televizion. Faleminderit.
Miru pasin, qofshi mirë edhe gëzuar vit i ri. Edhe juve qofshi mirë, gëzuar vit të mbar. Faleminderit. Mirë, ne në këtë momente e kemi mbyllur kështu pra me këtë telefonat kaq pozitive, edhe pse në mungesë të ujit ishte mjaft pozitive zonja. Përshëndeti dhe veten e vetë dhe fëmijët, por pashtu edhe bashkëshortin me një vit të mbar. Ne shkojmë në bllokun e hapësirës publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit Ora Juaj. Jemi gati të mirëpresim telefonatat tuaja në 2 numrat e telefonit që janë shfaqur në ekranin e Ora News, por përpara në fakt dua të bëj një sqarim për 2 telefonuesit që unë kisha për sa i përket pensionistëve të cilët qeveria ka deklaruar se nuk do të paguajnë taksën vjetore të makinës. Qeveria shqiptare në fakt ashtu sikurse ju e keni dëgjuar dhe e keni dëgjuar shumë mirë, ka propozuar lehtësira fiskale për pensionistët, përfshirë edhe heqjen e taksës vjetore për makinat për të moshuarit mbi një moshë të caktuar. Që do të thotë, nga dokumentet e qeverisë për politikat për moshimin dhe planet e veprimit të pensionistëve 2025-2030, rezulton se pensionistët 65 vjeç e lartë që zotërojnë një mjet do të përjashtojnë nga taksa vjetore e automjetit. Ky pra është një propozim dhe një plan i qeverisë për 2025-2030, por ende nuk ka një VKM. Pra, mesazhi që unë mora është se ende nuk kemi një VKM për të zbatuar dhe bëhet fjalë për personat, pra për pensionistët të cilët janë mbi 65 vjeç, të cilët përjashtohen nga heqja e taksës së pronës për pensionistët me të ardhurat e ulta ose për pension social dhe ulje të tatimit mbi pagën për pensionistët që punojnë dhe bonuset të tjera. Të përfshihet edhe taksa vjetore e automjetit që ata zotrojnë. Pra për personat dhe pensionistët mbi 65 vjeç. Ende nuk kemi një VKM, duhet një VKM për zbatimin e saj. Mirë, ecim me telefonatën. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, më dëgjon nga telefoni dhe jo nga ekrani. Përshëndetje, më dëgjon nga telefoni. Mirëmëngjesi, të përshëndes zonjë. Të përshëndes personalisht. Faleminderit, po uli zërin e televizorit. Të përshëndes personalisht, gëzuar në familjen tënde. Faleminderit. Edhe Allah ata prindë që të ka dhënë këtë edukat, që je një vajzë fisnike. Faleminderit shumë. Faleminderit, ju uroj edhe unë gëzuar. Përshëndes edhe vlorën që na erdhi ujë, presidentin e flamurdarit. Shqyr që ju ka ardhur ujë sepse një telefonuese më përpara tha që ende nuk e kishim. Na erdhi ujë që i dhanë edhe Ismail që e majtë gjeva për të pinte dhe në qiku i shkreti. Se në bete raj pa ujë vafri. Dëgjon di? Ju dëgjoj shumë mirë. Po kisha një shka për ta thëmë. Do më dëgjosh? Ju dëgjoj. Dëgjoj. Atije të emisioni Arzitit Gjebres, që jep atë shqemi në gjyq, ajo. Ja, të lutem, mos të flasim për emisionet e tjera. Eni Qobani. Të lutem. Eni Qobani ka ndjerë atje punën ushjet familjen. Më dëgjo pak, më dëgjo, me gjithë respektin. Mos të flasim për emisionet e tjera, janë të tjera emisioni, janë të tjera ekrane, ato të cilat bëjnë këtë emision, kështu që le të flasim për atë se çfarë ne mund të bëjmë për ju dhe çfarë mesazhe ju mund të jepni për ndoshta shani sa të doni për këtë ekran ose për këtë emision, por që janë emisionet e tjera dhe ekranet e tjera, mos t'i përzijmë në këtë emision. Ashtu sikurse ju them gjithmonë, mos të përzijmë politikën që në pikë të mëngjesit. Mirëmëngjesi, telefonata tjetër. Ule zërin e televizorit. Alo. Mirëmëngjes. Uli zërin e televizorit, lutem. Alo, mirë zonje. Orë folin nga Puko. Po, mirëmëngjes, ule zërin e televizorit. Ju urojmë suksese, e gëzuar vitin e ri. Po të më dëgjoni, zotri, do ishte më i lehtë komunikimi. Uleni zërin e televizorit dhe më dëgjonin nga aparati i telefonit.
sepse nuk arrini dot më dëgjoni nga ekrani dhe pastaj të flisni Ja në ula telefon. zoni, ja Po ula jo pra fare. se se keni ulur se unë e dëgjoj akoma. Po e ka lëzonin në të vojzë më të gazetare më se unë e kam ullë fare të zëra. Dakor. Bëheni urimin tuaj. Jurem sukses të jenë detyrën tuj familjerisht edhe Klodit atë ku të tjetë ajo për pushime ku të tjetë në ato punë të veta me. Po, është me pushime. E përshëndes familjerisht, gjithë. Faleminderit shumë edhe ne ju përshëndesim, ju urojmë gëzuar. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Telefonuesi ose telefonuesja mirëmëngjes. Me sa duket ka rënë linja. Mirëpresim tjetër telefonat. Është në linjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po. Mos më dëgjoni nga ekrani, më dëgjoni nga telefoni, ju lutem. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Mirëmëngjes, gazetare, përshëndetje nga Vlora. Ju jeni telefonuesja e përhershme nga Vlora? Po. Shikon që jem bajta mende zërin tuaj. Po. Kudo që jam, unë telefonoj, më pëlqen shumë Ora Newsi. Faleminderit shumë. Dua t'ju them gazetare sepse dua t'ju pyes për shpërblimet që na kanë thënë dhe nuk i kemi marrë. Shpërblimet e pensionistëve apo për invalid? Ndihmës ekonomike. Atëherë, pas ka qenë një problem në mas, në fakt, sepse një pjesë e mirë ende nuk e kanë tërhequr, por që duhet ta kishit tërhequr, duhet ta kishit marrë. Se ne dje morëm ndihmën ekonomike, shqyre morëm, po nuk e di dje ne u shtypëm të këtë plazhi vjetër, jemi shtypur, unë ta se di diqa. Po të pak të një ishte shpërndarë, kishte shkuar në zyra, apo jo? Si? Kishte shkuar në zyra përkatëse për t'u tërhequr? Po, ndihma ekonomike ka filluar që dje. Okej. Po populli i madh me zi ka ndalë nga ralla. Ato shtymat, ai fjalor nese, shqyr që e morëm. Shqyr, ta hani gëzuar. Edhe unë dua t'ju uroj juve, ta gëzoni vitin e ri, stafin e Ora Newsit, Klodin, edhe gjithë njerëzve, gjithë shqiptarëve tanë kudo që ndodhen, në veçanti 20.000 njerëz që kanë si shpirt më kanë ndihmuar deri më sot. Komshit e mi që kemi tamam yje të qiellit, kam 180 në të pallat dhe kam shumë të mirë. Dhe unë gëzohem shumë që ju... Edhe vitit qifteve, o Zot, të qifteve të gjithë, kudur që janë, mbarësi, o Zot. Inshallah mbar 2026. T'ju plotësohet çdo i zemra. Shumë faleminderit. Ju uroj gëzuar, vit të mbar. Që prej 80-s me komshin dhe i përshëndeti sot në 2025 e kupton sa çfarë lloj marrëdhënie ka qenë ajo e para 90-s. Mirë, mi presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gëzuar edhe ju, vit të mbar. Po më dëgjoni nga telefoni, ju lutem. Alo. Ju dëgjoj shumë mirë, jeni në linjë, jeni në ekranin e Ora News, në emisionin Ora Juaj. Gëzuar vit të mbar, po më dëgjoni nga telefoni dhe jo nga ekrani. Po. Gëzuar festën më të kam një pyetje. Më thoni. Djali nusës time ka 3 fëmijë. Si djali nusës tuaj? I ka 3 fëmijë, i ka binjak, djali në qupë. Pa mbushu, pa ban 3 muaj që mbushi moshën 18 vjeç,
ja pren dekt. Merë të ndim. Edhe ja pren 3, jo të 2, për e treta e shpote 15 vjeqe. Kërë e 2 të mëjnë janë nga 18 mësha punë. Me cilin arsye tim? Jemi nga fjeri. Po. Edhe vajta atje dhe zyra atje, më tha që mushën moshën 18 vjeqe, nuk përfitoj me lek. Kurse për fëmijën tjetër, dhe një trapë fëmijën ma zvitë ljudë. Për shkak se kam mbushur 18 vjeç apo jo? Apo s'më tha 18? Po bëj nga 2-3 muaj i mbushën 18 vjeç. Po pra. Janë mosh punë. Dhe Kurse njëra është 15 vjeçë. Ja prem të 3 rrugën. Ja kam prerë të 3-ve. Po. Me cilin arsye tim thash? Po. Kush ishte shkaku që i pren marrjen e fondit, pra marrjen e shpërblimit, marrjen e para, po. Një pijim vazi punën në vlorë. Po. Ati edhe e siguroj ai pronarit ati lokal. Edhe ja pre ande të mrejtë mirë. Tashi mushi moshëm 18 vjeç, në 13 kaloj, ja pre në rogën. Të 3 fëmijët janë, ata mi një gjëzëm lek, ata 3 janë fugarejnë. Në qartë. Mund më jep një pak e emër? Do? Emrin? Emrin, si emër do, emër e babaj djatë, emër po, të fëmijëve. Një e quajnë nusën e quajnë Bresa, kurse tjatën e quajnë Gledian. Kush? Blerta kush? Blerta Hoxha, në vërësë Hoxha. Hoxha. Do ja le porosi Klodit dhe të pyes, nga hëna, pra nga data 5 janar, mund të telefononi edhe ndoshta ju jep Klodi një përgjigje, sepse është edhe pak e vështirë t'ju dëgjoj se keni lënë zërin e televizorit të lartë. Sa mu e bëj prapë mas vitë ju të me. Si? Bëj prapë të ku më mas vitë ju të me, për që për tretë që jeshtë mojsh 5 vjeqe. E qartë. Gjithsesi do e konsultoj edhe me Klodin, ju falenderoj për telefonatën. Roksh, ju shofar me, gëzuar. Si doja bëjmë që t'i sqarojmë që duhet ta ulin zërin e televizorit. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Më thoni. Gëzuar për shumë vjetë gjithë shqiptarëve. Gëzuar i urojmë edhe ne. Dhe urojmë edhe më tepër blektorë që merë me blektori, se vetëm ata nuk njohin fest. Jo, mos e njohin edhe ata. Njohin, po rrinë gjithë një me blektorin. Po, pa tjetër. Shiko, juve, po të thoni juve për blektorët, ne do thoshim ne gazetarët nuk njohin fest. Edhe gazetarët. E kupton? Policët, prapë, në produkt. E shikon që ka shumë profesionet të cilët janë në kryet e detyrës. Po, pra, gjithë dhe që janë kryet e detyrës, i urojmë dhe atyre një fest sa më të mirë. Edhe ne i urojmë të gjithve, në fakt, të gjithë atyre personave të cilët kanë një profesion të ndryshëm, mjek, polic, gazetar, pse jo. Paktën këtë javë filon politikat dhe të kthehen për familjet e tyre, kaloj një fest sa më të bukur. Unë kam mendimin që të talem politikën fare, mos merremi hiç me politikën. Fare politikën, gjithë kush merr me punë të vet. E pra, unë ju uroj gëzuar. Gëzuar për shumë vjet. Vitë mbar. Mirë, ashtu sikurse e thash edhe në mos gaboj 8 pa i çerek, dua të ndalem tek një sugjerim që dua t'ju bëj juve, pra të gjithë shikuesve në prag të ndrimit të viteve.
Do ta quaj një sugjerim të mëndshëm nëse ju dëgjoni dhe shikoni pikërisht dhe kontriboni në Sigal Unica Invest, fondi pensioneve. Besojmë në fakt se çdo vendim i vogël që ju merrni dhe ndërtoni është pikërisht qetësia e madhe që ju jepet nesër. Nëse kurseni dhe kontriboni 10, 20, 100, 30 apo 50 euro, është një dhuratë që ju ja bëni vetes për të ardhmen dhe një premtim që nesër do jeni më të sigurt dhe më të lirë, por po ashtu edhe më të pavarur. Pse jo? Le ta nisim vitin 2026 duke u kujdesur pak më shumë ne për veten tonë dhe ju që na dëgjoni nga ekrani për veten tuaj, duke investuar ashtu sikurse e thash dhe kontribuar pak nga pak, nga 10, 20, 30, 50 apo edhe 100 euro. Një investim i vogël sot do të thotë shumë për nesër në Sigal, pikërisht në fondin e Sigal. Mirë, ishte ky sugjerimi që unë doja t'ju bëja në këtë orë dhe në këtë pjesë të tretë të emisionit Ora Juaj. Pa humbur kohë do të shkojmë me telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Nuk e di nëse e kam. Mirëmëngjes apo është larguar, ka rënë linja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Sa po foli për punën e pensioneve, më bëhet qivi me thonë drejtën. Po. Për pensionistët dhe jetë shumë mjesë dhe konisht mirë. Për sugjerimin që unë dhash, për fondin për Sigal, po, okay. Po, saktë, vërtet. Po besoj si qytetari Shqipërisë dhe Tiranës njëkohësisht, Duri quhem. Besoj se si shtet demokratik, të do ta them thojse me thonë drejtën, na takon fjala lirë më zgaboj apo jo. Si na takon fjala? Se dhe pensionet varen nga politika, apo e kam gabim? Prap me politiko. Po, dashje pa dashje, gjithë politika na ka në dorë, gjithë ekonominë e familjes, jo time si personale. Mos e lejoni politikën t'ju ketë në dorë, vendoseni ju fatin e politikës. Po për familjen, mund të flasim? Po patjetër. Po dashje pa dashje, ke politika dhe varet nga ekonomia e familjes. Edhe buka fëmijët e tanë. Jam dakord, por e vendosni ju. Po s'po le me fol, po mirë ke drejtë. Jo, unë po ju le me fol. Besoj do ambyll telefonatën, e di ju keni zakon. Nuk ta mbyll telefonatën sepse nuk mos flisni, nuk ta mbyll telefonatën. Ajo që unë ju sugjeroj. Edhe gazetari demokratik, mund ta ndjer mendimin e plot. Mos u merrni ju me politikën, pra mos u varni ju te politika. Le të varet politika në fatin tuaj, në fatin e qytetarëve. Pse duhet varen qytetarët tek politika? Duhet të jemi ju, duhet të jemi ne, qytetarët, që politika të varet nga ajo që ne japim dhe nga ajo që ne duam për vendin tonë. Nëse nuk duam, se duam politikën. Nëse ne varemi nga politika, atëherë politika ne do na tërheqë zvarr. Prandaj unë këtë ju them, mos e lejoni ju politikën të ndërhyjë në familjen tuaj. Po të jeni ju, pra ju, kur them ju, hyj edhe unë pjesë, si qytetarët, ata të cilët politika t'ja ketë nevojën. Kjo është ajo që unë po ju them. Nuk po ju them se do ju mbyll telefonatën. Absolutisht mund ta thoni mendimin tuaj, por unë para pëlqej që ju të jepni një urim për familjen. Nuk e dëgjova se çfarë tha. Se kujtja tha, gjithsesi, gëzuar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po. Unë dua të bëj një pyetje për atë pensionin privat. Po. Po mund të telefononi tek numri që shfaqet në ekran, ja regjia mund ta nxjerrë edhe një herë numrin? Jo, unë dua që të sqarohem pak shumë me ty, domethënë se që jam një invalide dhe jam 63 vjeçe. Po, më dëgjo. Paguam me pension kështu social. Më dëgjo pak. A ka mundësi që unë për shembull të paguaj në 10 çam ngelet ose çfarë mund të kem? Edhe çfarë duhet atje, euro apo lekë shqiptare? S'ka problem për euro apo lekë shqiptare. Por më saktë ju sqaron telefoni që shfaqet në ekran. Ja, po ta mbani shënim. Regjia në ndihmon, e shfaq edhe një herë numrin e ekran.
ju sqarojnë ato të 69 20 61 438. Në këtë numër telefoni mund të telefononi për pension privat dhe ju sqarojnë. Nuk ka problem në lek apo në euro, nuk pak rëndësi ka. Pra 060 për moshën themun që jam në paguaj me këtë, domethënë a arri dhe unë ta marr si gjithë tjerë për shkak nëse do mbyll. Nuk e di sa vjeç jeni, prandaj them sqaroni atë. 63. Nëse keni ende vite të pambushura, nuk e di se si funksionon, shikojeni, telefononi në 069 20 61 438. T'ju sqarojnë gocat dhe djemt që janë aty. Faleminderit dhe kaloni gëzuar. Gëzuar, vitë mbar. Faleminderit. Vitë mbar për të gjithë qytetarët shqiptar. Mirëpresim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Nadia mirë, gëzuar. Tryti mollë zoti janë raport ty shtaf. Faleminderit. E për shumë vjet. Shkodra gëzuar, vitë mbar qyteti i Shkodrës dhe të gjithë qytetarët e Shkodrës dhe jo vetëm. Telefonuesi është i pranishëm çdo ditë në fakt. Po i kena bostana, po ka dekaj që i ka bo boklat e ka bo diqa për pleq. Po këta s'pa menoj për pleq, as për babat e vetë, se ju ma për vetë. As për popullin. Ta shiten. Klubi njonon, se në klub bëhet ton trafia, zuj. Ton trafia bëhet në klub. Jo. Në klub aty bëhen vraset, aty bëhen tuterat, aty bëhen pensionet, aty bëhen çdo gjë. Pashat mollin zot vesh në klub. Aty të vehen komrat. Unë ju falenderoj zotri. Hajtë ujti mollin zot e obrit. Gëzuar vitë mbar, gëzuar. E ma të lumë, e ma mirë, e ma të lumë të në ma të gëzu. Faleminderit edhe ne, ju urojmë juve. Mirë presim, më pëlqen shumë kur thon Nadia mirë. Mirë presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Telefonata na vjen me një zë të lartë të ekranit. Mirëmëngjes dhe ule zërin e televizorit. Alo? Ule zërin e televizorit. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E keni ulur zërin e televizorit? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po duhet më dëgjoni nga telefoni dhe jo nga ekrani. Po. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar vitë mbar. Në familjen tënde pa gjithë mirat. Ju falenderoj shumë. E gjithë gazetarët e stafit tuaj. Faleminderit. Mirupafshim dhe jam nga Librazhi. Faleminderit Librazhi, gëzuar, vitë mbar. Të mbar zemra. Mirë, në fakt shumë rrallë na vijnë telefonata nga Librazhi, por gjithsesi është si Fatja? Po pra, po. Gëzuar edhe të gjithë qytetarët në Librazh, qoftë një vit i mbar. Mirë presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjesi. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar edhe juve. Për shumë vjet, inshallah vjen një vit i marr. Si t'ja u doj zemra? Po. I fije për pensionistat. Po? Mirë po, ne, sidomos pensionistat që marrin ka 100.000 lek, nuk është e drejt me në lanë ka që pak, në vend që me në ngriti fije pensionin. Jo me në ullë. A shifet sa janë çmimet, i kile vaj, lule dighet, ban 2.000 lek, i kile oriz ban 2.000 lek, një buk ban 1.000 lek, ne ilaqet s'mund të marrim. Se ka mundësi, ka që pensionet ullëta që s'ka as i vend bot ka që pensionet, ma ka i ta vite që kina punu, me në shpërbly, deri kur rriten pensionet që janë më të moja, e ne më pak. Si ka mundësi. Unë se di si do t'jetohet, po dritat e ujnat, 20.000 lek 2 vet jena maj, e më vinë 20.000 lek vetëm uj. A me mohet në i fija, ka në shpirë ta njerës për këtë mosh, për këtë bres që kena punu kotë, më të shtira.
errësira, edhe kur jenë fundin a lani 100.000 lek, është turp marakon shpirt në i fije. Keni shumë të drejtë, zonjë. Realisht keni shumë të drejtë. A ka mundësi ma i muqu tanë, që ma kere një këto pensionet e ulta mi rrit i fije. Mi rrit ma se s'del kur gjo me ble. Unë jam e mendimit që të rriten 2 fije, por me sa duket ka që është mundësia. Po si a mundësia, ke ka mundësia, për ato që kanë pensionet më të maja. Shtë them, unë e vetëmja gjë që mund të them është se çdo gjë që ju thatë keni shumë të drejtë. Del kur, shkojnë për shembull baballarët e prind nanat e prindër në Itali, ma i to, afër. Pa punua si ditë i japin një asistent 600-700 euro, ma i zoj. Pa punua si ditë, në ma kere kena kontribu. Na jeni djersën tonë. Jo këta çmimet sa janë. A ble gjamet të çmime? Keni shumë të drejtë, keni shumë të drejtë. Menën kryeministri herët mendojnë për i këtë kategori. Le të shpresojmë që të mendojnë në 2026-ën. Inshallah, se deri tash me më të reja themi në 2026-ën. Faleminderit zonjë, ju uroj gëzuar. Inshallah, i vend Zoti dorën në zemër. Jo për me menu për këtë brez. Faleminderit, ju uroj gëzuar. Miru poshim. Vitë mbar. Faleminderit. Mirë, ne në këto momente do të shkojmë në blokun e hapësirës publicitare. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e 4 dhe të fundit të emisionit Ora Juaj këtu në ekranin e Ora News, ku jemi gati të mirëpresim telefonatat tuaja në 2 numrat e telefonit që janë shfaqur në ekran. Mund të telefononi pra në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Janë këto 2 numrat e telefonit ku ju mund të telefononi dhe ne jemi gati të mirëpresim telefonatat tuaja. Unë në fakt jam kënaqur këto 3 ditë edhe me ditën e sotme në këtë emision duke dëgjuar të gjitha shqetësimet tuaja. Realisht janë shqetësime që i ka çdo familje, kështu që aq sa mundemi përpiqemi të ndihmojmë telefonuesit në këtë program. Ecim me telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ju përshëndes. A jeni mirë? Ne jemi mirë. Juve? Gëzuar dhe për shumë vjetë. Gëzuar. Ule zërin e televizorit nëse keni për të thënë diçka dhe nëse s'keni vetëm një urim. Ja ta uli, ta uli. Po. Ta uli. A e ullët? A e ullën? Po. Dhe gjë? Më thoni. Kam një djalë të vajzës time. Po, nipin pra? Nga Berat. Po. Edhe merë 110.000 lek, ashtu unë për kështu është me kem. Po? A i takon kështu shpërblim, apo jë? Po, i takon, zonë. I takon, ha? Po. Po, mund t'i more mas vitit 3, apo para vitit 3? Nëse, unë di që ka filluar shpërndarja e fondeve. Nëse ka ardhur fondin në qytetin e Beratit, mund t'i tërhiqni, mund të pyesni në zyrat për kacë, nëse ka ardhur apo jo, por që di që duhet kishte nisur që prej ditës së djeshme në fakt, nisja e shpërndarja e tyre. Ju falenderoj, ju uroj gëzuar. Mirë. Edhe një tjetër. Më thuaj. Këto që morin ndihmë ekonomike, asone kanë shpërblime apo jo? Pensionistët? Jo ndihmë ekonomike, këto që trajtojnë me ndihmë ekonomike. Ndihmë ekonomike, po asistent. Të them të drejtën, janë disa kategori, pra të personave që marrin shpërblim, por nuk di të them saktë personat që marrin ndihmë ekonomike, më duket se po.
Faleminderit. E gëzuar për shumë vjet. Gëzuar. Vit të mbar. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Nuk pas, ka thot Fatjoni. Mirë, në dy numrat e telefonit që keni në ekranin tuaj, mund të telefononi në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Janë këto dy numrat e telefonit ku ju mund të telefononi. Jemi në pjesën e 4 dhe të fundit të emisionit Ora juaj për ditën e sotme, datë 31 dhjetor, dita e fundit e vitit. Shpresojmë që të jeni bërgati për natën e ndërimit të viteve. Mirëmëngjesi telefonata. Mirëmëngjesi. Po. Ju bëjmë për emisionin që na zhvillon çdo mëngjes. Faleminderit. Kam një diçka. Më thuaj. Lidhur me këtë pyetjen që bëje zonja për këto shpërblimet e personave me asit kufizuar që trajtojnë nga bashkia. Për shembull, vendimi ka dalë që datën 22 dhjetor dhe nuk janë lëvruar akoma. Unë i përkas njësisë bashkiake Kashar dhe nuk në ka akoma uzimi sa jo përgjesja e zyrës sociale. Si në trajton kështu qeveria, nxjerr vendimin dhe nuk e lëvron fondin për të shërbyer rivalitëve për të festuarit në ri. Keni të drejtë. Ka qenë ky shqetësimi kryesor në këto 3 ditë që unë kam drejtuar këtë emision në fakt dhe është miratuar pak vonë. Ishin dhe festat, nuk është se po justifikoj, se absolutisht unë nuk justifikoj askënd, por që duhet kishin dalë, duhet i kishit tërhequr ditën e djeshme, duhet kishin punuar zyrat edhe sot deri të paktën në mesditë. Dhe qëllimi i akordimit të qeverisë për këtë fond është për të festuar festën, jo për t'i marrë mbas vitit të ri. Prandaj po them. Shumë faleminderit. Prandaj po them që të gjithë personat mund t'i kishin tërhequr ditën e djeshme dhe sot, sepse i nevojiten ndoshta për t'i shtuar tavolinës dhe për një shpenzim më tepër për festat e fundvitit, për natën e ndrimit të viteve, por që me sa duket nuk kanë menduar deri këtu. Institucionet. Ju uroj gëzuar. Ajo që duhet të sqaroj është se familjet dhe invalidët që trajtohen me ndihmë ekonomike marrin shpërblimin e fundvitit, se kur fillon shpërndarja. Se ka filluar në zonat caktuara, në qytetet caktuara apo jo, këtë nuk di ta them. Ajo që është miratuar përpara një jave në mos gaboj 22 dhjetor, ashtu sikurse e tha zotëria dhe unë e kam thënë në fakt, është se është miratuar dhënia e shpërblimit prej 150.000 lekësh për këto kategori. Me sa duket ende nuk, sikurse e dëgjojmë nga telefonatat tuaja, ende nuk ka filluar shpërndarja. Le të shpresojmë që të nisë shpërndarja ditën e sotme për një pjesë të mirë të këtyre kategorive. Nesër se besoj, por që le të shpresojmë pastaj të hënën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Gëzuar, vit të mbar. Po ju uroj unë para. Po, më thoni. Desha të shqytoj vetë një problem për këto për vitin e ri që i tha qeveria një tani. Vetëm diçka nuk kuptova vetëm dhjenë darkët për policinë e burgjeve. Po, që do kishte amnisti. Po, për kompensimin e gjitha këto. Vetëm policia e burgjeve nuk mori, ka marrë vetëm sikur policia po vjen në luftë dhe do marri vetëm sigurimin shëndetësor dhe sigurimin e jetës për 3 vjet. Nuk e të për ankesë, po vend ta shqyrtoni çik të njëjtën zërin në një personi që për të veprim. Ju thoni që siguria e burgjeve pra nuk mori shpërblime, asnjë çka nuk mori. E qartë. Kanë marrë vitet e tjera? Vjet nuk morën, par vjet morën. Okej. Mirë, ja,
Po si është ky problem tani se sa të njerë këtë atë nënë, nuk e kuptoj të veprimja. Ndoshta aq fund e kam patur, si t'ju jap unë një përgjigje, domethënë. Jo, unë tash vend ta shqyrtoni se nuk e jeni gazetar, vetëm ta shqyrtoni ta di se njëri nuk flet për të veprime. Atë nisa të thoja që do ta flas në redaksinë e Ora News dhe të shohim se çfarë mund të bëjmë, se si mund ta trajtojmë. Vetëm diçka mund të ndodhi, por të sigurosh jetën për 3 vjet për policinë e burgjeve, unë them se ku kanë vajtur në luftë këta dhe do kthen të gjallë, se kështu i bie kësaj. Ju falenderoj. Ju pash. Gëzuar, vit të mbar. Ndërkohë që kategoria e burgjeve në fakt ankohet nga ana tjetër shoqëruesit e personave me invaliditet marrin për herë të parë pra këtë vit shpërblimin e fundvitit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit dhe më dëgjoni nga telefoni. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Po. Jo, kam i shqerim shumë, jam një nga fshetar për pensionist. Po? Edhe na mbajnë lekët e dritave për disa vite që i ka marrë. E që vërtet që lekë të më thënë 13.000 lekë, sa marrë në 6.400, 12.800. E që vërtet për gjithë Shqipërinë, apo vetëm fshetarët, apo si? Ju mbahet çdo muaj? A marrë çdo muaj diferencë që kemi marrë, për diferencë. Në qartë, ja, nuk e di nëse funksionon kështu apo jo, të pyes se të përgjigje që juve që vetëm ata që banojnë në qytet. Në datë 5 veç se tani. Edhe që banojnë në qytet, vetëm ata do ta marrin, jo që banojnë në fshat. Është vërtet. Ja, ta sqarojmë, nuk e di këtë pjesë, nëse edhe pensionistët që janë në fshat. Vetëm ata që kanë vënë banim në qytet. E kuptoj, u kuptoj shqetësimin. Gjithsesi në datë 5 do merrni një përgjigje sepse nuk po ka mos të shpejm po prap. Mirë se e morën. Kush e ka jo ka dalë nga ky vendim 1915 apo ti unë. Ju uroj gëzuar zotri. Faleminderit zotri. Vit të mbar. Mirë, presim tjetër telefonat. Jemi në minutat e fundit të kësaj pjese të 4 dhe të kësaj dite të 3 që unë jam në drejtimin e emisionit Ora Juaj. Datë 31 dhjetor, e keni nisur me Klodin, e keni mbyllur me mua këtë emision. Imagjino. Si? Ja, thua për lajmin të Ora News. E lexojmë vetë qytetarët Ministria e Mbrojtjes lajmërojnë nisjen e kompensimit për dëmet nga zjarret në periudha 15 qershor deri në 15 shtator. Për të gjithë qytetarët të cilët kanë pasur dëme gjatë kësaj periudhe, kështu që Ministria dhe Ministri Piro Vengu ka deklaruar edhe fondin përkatës të vendosur në dispozicion për 10 bashkitë e vendit të cilat janë përfshirë nga zjarret nga periudha 15 qershor deri në 15 shtator. Po. Do të kompensoheni pra të gjithë ata që janë dëmtuar gjatë kësaj periudhe. Mos harroni gjithmonë gjatë kësaj periudhe sepse e ka vendosur me data për të kasën, që nuk e di nëse ai që është dëmtuar nga zjarri nga data 14 qershor do përfitoj apo jo. Bishaka. Mirë, presim një tjetër telefonat. Bishaka. Shaka nuk është sepse ka vendosur afat datë, por që gjithsesi në 10 bashkitë e vendit do të filloj kompensimi. Ecim me një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Po pse mund ta mbyllim me një telefonat pozitive, do ishte shumë mirë. Kemi edhe 5 minuta, edhe 4 minuta janë. A e meriton, thua? Kush thot? Mirë, me sa duket ende nuk e kemi një telefonat. A e dini që
Në fakt do ju tregoj një kuriozitet derisa të mbërri një telefonat e fundit për ditën e sotme. Ishulli i Kiriti Matit në fakt është vendi i parë që feston natën e ndërrimit të viteve, më pas është Zelanda e Re. Të tretët më pas janë Fiji, Tuvalu, Ishujt Marshall dhe Nauru. Mirë presim një tjetër telefonat, keni lënë hapur telefonin, jeni lidhur në emisionin Ora Juaj, mund të flisni ju lutem, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, po keni folur pra jeni në linjë, flisni, mirëmëngjes. Po tryti molli zot po them. Po faleminderit. U kam folur edhe po ne për bakti, për blegtoria na. E pamundur t'ju dëgjoj zotëri, uleni zërin e televizorit, ju lutem dhe mos e mbani telefonin hapur, mbylleni telefonin. Dhe më thënë, ose mbani hapur kur s'jeni duke folur. Mirë presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, uleni zërin e televizorit që ta mbyllim. Mirëmëngjes. Denjësisht. Edhe një herë të lutem ule zërin e televizorit. Po pa mbyllja. Jo mbyllja jo, ul zërin e televizorit. Mirë, me sa duket fati keq, më në mbyllje të kësaj pjesë të 4 të emisionit Ora Juaj. Ajo që më pëthoja ishin pikërisht vendet që festojnë të parë të natën e ndrimit të vinteve, po ashtu edhe Australia, Papua Guinea e Re, Japonia, Korea e Jugut, Korea e Veriut, Kina, Singapore, Filipinet, Malajzia, Indonezia, Tajlanda, Vietnami, Kambodja, janë Bangladeshi, Pakistani, e të tjerë, Emiratet, Azerbajxhani, Armenia, e tjerë janë vendet që festojnë të parat natën e ndrimit të viteve me 9-10 orë përpara Londrës, 10 orë përpara Shqipërisë, e të tjerë. Ishin këto vendet që në fakt festojnë të parat natën e ndrimit të viteve që unë i përmenda, ndërkohë që dua ta mbyll me një urim për të gjithë qytetarët shqiptar, qoftë viti 2026 i mbar dhe t'ju plotësohet shtyudëj zemra juaj nga ato që ndoshta keni lënë mangut në 2025-ën. Nga emisioni Ora Juaj ndajemi këtu bashkë, mos harroni ndiqni edicionet e lajmeve.